Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kryeministrisë dhe të medjave, të dashur qytetarë, mirë se takohemi në mbledhjen e rregullt të qeverisë, të martën pa të mbledhjen solemne për 18 vjetorin e pavarësisë. Sot në pikën e parë të rendit të ditës kemi themelimin e Këshillit Shtetëror për shënimin e 28 vjetorit të epopesë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Shkurti është muaj feste shtetërore dhe krenarie qytetare. Marsi është muaj lavdie historike dhe nderimi i sakrificës. Në kalendar vjetor shkurti vjen pas marsit, shkurti vjen para marsit, por në kalendarin e historisë sonë para shkurtit ishte marsi. E pa 5, 6 dhe 7 marsin nuk bëhej 17 shkurti. Pa flijimin e familjes Jashari nuk bëhej festa shtetërore e Republikës. Pa luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës për liri, nuk bëhej parakalimi i ushtrisë sonë në liri. Në mbledhje sot për miratimin ton, pret projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për qasjen arsimin e lartë dhe pranim për studime në Ballkanin Perëndimor që buron nga procesi i Berlinit. Përmes saj, pas ratifikimit në Kuvend dhe kur të fillon zbatimi, lehtësohet qasja dhe pranimi studentëve në institucionet publike të arsimit të lartë, sepse hiqen pengesat administrative dhe afrohen standardet akademike ndërmjet 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Po ashtu do ta vendosim për votim agjendën legjislative për vitet në vijim. Aty ndër të tjera përfshihen projekt ligji për byron shtetërore për konfiskimin e pasurisë së paluajtshme dhe të pajustifikueshme dhe projekt ligji i ri për çmimet tavan. Të dy zotimet tona, të dy nevojat të vendit dhe qytetarëve, të cilat do të përmbushen dhe plotësohen shumë shpejt. Në rend të ditës kemi edhe themelimin e 2 ndërmarrjeve të reja publike lokale, Fush Kosova SHA, e para në komunën e Fush Kosovës, dhe Ekodrenasi SHA, që do të ofrojë mirëmbajtjen e hapësirave dhe të ndërtesave publike. Të dy nevojat të vendit dhe qytetarëve, të cilat do të përmbushen dhe plotësohen shumë shpejt. Në rend të ditës kemi e para në komunën e Fush Kosovës dhe Ekodrenasi SHA, që do të ofrojë mirëmbajtjen e hapësirave. Ju falenderoj që ta vazhdojmë me